Jo mirë, bose kjo koni mirë pa shaq, unë jam konë me keqe. E kjo më ka panduë bëllë. Jo më ka desht, edhe e kom desht, mirë e kem quë. A i dhe u këmë, që di unë këmë harru ku dhe këmë marë. Po dhe me burë kur s'ma ka prish qefin. Ku kom desht, jem shkuë, pasha këtë ditë. Dreq me gojës më ka thonë, as kur për i gjenijës më ka nalë, as kur s'më ka thonë me të shka që aty, a pëse shkove, a pëse fole. Ka herë përdohën në rveti, ka herë hujtë Ja, valla, tash në shku, se s'përlanë, tash kur, imi përlatë në 3 javë në jokë, nëj. Obori ku ata kalojnë ditët e tyre rrethohet nga kujtimet që mbajnë lumturi, harmoni dhe dhimbje. Pikërisht këtu ka rënë dëshmor Besim Ukhaxhaj, i vrarë mizorisht nga serbët gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ai ishte djali i Bilal Ukhaxhaj, 96 vjeçar, dhe Ajne Ukhaxhaj, 87 vjeçare, që sot vazhdojnë të jetojnë në fshatin Cerabreg i Poshtëm i komunës së Deçanit. Ata zgjodhen forcën dhe ndonë se vitet u kanë lodhur supet, gjejnë mënyra që të kalojnë kohën, mbajnë pula, bisedojnë, ndërsa nuk kanë harruar asesi fëmirinë e tyre që dallon mjaft shumë nga njëri tjetri. Më ka dek njona, më ka lon 10 vjeqe, pa gra mrena. Më ka duhet me gatu vetë, a përshë që të s'kam li, më ka duhet në istallë që të mi më rrimagjen, e me gatu e pasha që tjetë si më ka bojmë që tu. E me gatu e me mjellë kem pas lopë, dhane, me mjellë, në onën e dekne, kur o mërzit shka isha të vorri. E besha që atë mi vartë si thmilë, shka isha dhatë, shka isha besha mi vartë në onës. Ma be më rritë kom po se pa të në heret. Po palë të bazën punëshin, unë këtë Shqipnisë me gjohë, të një partia me rinijim dhe frontin dhe pashtë dhe sezë. Pak kom punu, pak krejtë. Fejesën dhe martesën nuk e mirë priti në fillim të 87 vjeçarja, por që për mrekulli, fati kishte rezervuar një familje që e deshi shumë. Që shmë fejun, erdhen të një gra mrena jo s'kishim, atër motra këti e nëzun, ajo ke ma dhe vlavi ma ta ma në nëzun këta. Atër hajt, jënë shku më kanë lyp mua, për këta. Jo me në dhonë edhe ti tash, këta unë e thmi, hajt, më kanë bo për hajrë. Unë halja të i lujta, nej, Vejke vjerra, heke delke, unë i bëjsha hizmet, resha me ta. Ato qikat keshin, she që shpëj delke vjerrash. Po duke mu këthuje, me i bo punët, mi thonë dhe marvi, kemi pa qiken. Ta si zet nuk jenë konë ta mënë, tani si jem arë, ka si 10 vjeqë. Ka tundit e me pëlhuare, me marhama, me qarshafa, me krejqezi, me kuale, me kerre, me sejsonet në ljune, me mitona rrëtha me qarshafa, me zëgjade, me qilima, kere i mljun me qilim, me gra mrena, tjali para keri. Gratë në kërë, unë në kërë që aty. Erdha këto mirë balë vjera, e mirë dashnë, e grua mirë, si ajo më përmene. Dhe dhanë balë, me bjeshk. Një lenë në bjeshk, kunati me dhanë vjera me ta, kunata në shpi. Unë të në shpi fshin një lëdere, bo pune. Pri targate që të flinje. Që të buga tuj. Ata tregojnë se si familje madhe 23 anëtashe kalonin mjaft mirë, ndërsa Bilali nuk e mohon që kishte një grua mjaft të zojen për punë. 23 imi konë. Tonë jenë shku minje nërveti. Djajmë të mërreten 2 djemë.
Njonin e martu mirë balla, boni fëmije. A më shkoj në luft. Këtë tjetëri dullë që me këmeni, as me qitë ple, as më shku me leo pas kërku. 18 vjeç më dullë në Amerikë. Qysh sa tëra në Amerikë është vjene në ashe, na ka bo lufta krejtë të vena për ishen ku rafsh. Qartëne, është arë pej Amerike me pare, e ja ka bo djemëve të vlauta, pishe këtë shpi. E ka bo aj pej Amerike, ja ka bo djemëve të vlaut. Shpine i ka prunë, arë në atjenë. Në Shqipënie në ka marë, në ka prunë këtu, në ka ngre. I grimë kolibë që to i minë ta. A i dukin, që ka di unë këmë harru kërë këmë marë. Kej ka rrithmije në unë se më interesu për ta partitë. Kej bëj, kej rrithke vetë. Atër kënë mazër, zërë mi rrithmi në kone, të shokollaj. Kema të rokoj zëti shpis, rokoj zëti shpis, ki nuk ka mujt me ma në shpi, që ka që me dhos njëve. Kjo përshka pas. Prindër të 7 fëmijëve, një plagë sot akoma e hapur është dëshmori besimi që la 6 fëmijë jetim. 36 vjeç, djalin që më kanë vrarë në luft. E i kalion 2 djemë të vëgjel, e i kalion 4 qika, 3 leme e 1 pa leme, 1 bark në nësë vetë. Jemi dalë, i ka tjekën pej, i ka tjekën dheje. Jemi shku në pej, e peje, në për kërë, e ka marrë qika, jemi shku një blanicë. Një blanicë, në thingër kësa grima, gruja 7 zonë, reja. E zoti koftë. Jemi shku një blanicë, pej, një blanicë i kem paguë. Asha këtë ditë këtë si mi ka rëzitëm. I kam dhjerë pare të pej që tuhit, që tana herët jem konë vakshe, kom lidhë kështonja, jem konë, kom bo vekne, kom pas pare dajnë. Edhe i kem pagu 2 magarë, një me thmi, një me tesha, e aty, e mi dalë atjen, që që thonë të zharri atjen. Aty e ndalë atë autobusa, na kanë marë, o kanë dha thmive bukë. Si sot, ajna mban mend vullnetin dhe përkushtimin e djalit të tyre që të dalë në mbrojtje të dheut. Jam as pari non shkotin vokë, se vokë i kanë pushka, ata shka bima pushkën, se nuk më i gjyshka me dalë pa pushë, se këshin një salam, shku në Shqipni. Shkova në vokë, shtan jo valla, kjo ka vlave, ka për vetje, kjo qika për vetje, erdha, këto thash në banu bashkë, shkonin në Shqipni, tash e mërni, lërdhen, Asha atje ti me dëqizme të shkyën, a shku aty në Shqipni. Ardhë me dëbume, se s'kishin pa gjetas atje, dëbume i ka prunë. E shkoj ishti njëherë që atje në tavan. Tani boni pushke, boni... Tana si që shu dufti. E mushi që atje naher për këtë fisheke, kuj merë ka ta fisheke, ja u bajke, ja u qejke që atje në katon. Ajo arë një grue zveç, kush i thoshin zveç qorri, i qorraj. Erë gruja ti, tha, jajnë e biljalli, të jajnë, thash haj. Tha, vëllam ka që bisimi, di që nuni, s'kan buk. E qorbën ja u kom bonë e hetë, kështu për buk s'kan, në mëjsh me gatuë. Pasha tjetë ku janë ra që o qika, se isha me një qitë madhe, sa për nëmë. O që i ka qitë 4 bukë more. E i ka marë kë, edhe i të pësin s'di ku shë pruni një tjetë, e i ka marë, ja u ka që të qorrajt. Se di që në tha uni. Tani pruni di shaq këtë ideali mi, se pruni trektorin që tu e erdhë. Tha, ku shë ka pruni mërë këtë trektor këtu? Tha, marrë dhe më ma gjetë, të me thonë të ka ikë, rapë të ka dhe me ikë. Pasha tjetë ku ra.
Tha shuj bra se ka pru Brahimi për leqe tu. Tha ja, tha thonë qështu. Kërë bon ta një dikuar, tha shif fjallë të forta i pate. I thej ke grosin po drëmë ti me thminjë rri se zgjanë sanë, unë nga isha me ta. Ata ishin trësh me ta, thash, ku ma këni lonë bra bisimin, ku bisimi? Tha rana në i trup. Tha bisimi është, tha, shkoj tha me fajek jahën, tha ka shpia e juve, tha shkoj tha me këqyrë shpinë. Frika se diçka kishte ndodhur e shtyu që të kthehej prap në shtëpi dhe atëherë u detyrua të ballafaqohet me realitetin. Ne na qaj atje në Livardhë, tha ishim në të bëj që ati me grue, me thmi, tash i fe, tha pat tash. Me grue, me thmi, në la që atje në Livardhë. U krya jo punajt mirë, babë, na ka rrinë që ati, pa i thëmë ti qovë, thash ma të leqin sinë. Thash apishe si se ken djalin kurkun. E jemi që me këta, në tërë të sabahit, në tërë. E jemi arë kësaj dhe që tu ka dera, këtu përpjete. Vetë ditën me qatë fajikin i kemi gjithë. Në kakar shpinës, me gjak, varronë. Bilali ruajti kufomat e vrara të Besimit dhe Faikut, dy bashkëluftëtarve gjatë gjithë natës. Për dhe një natë kanë bon që tu, është arë ky. Që ata dy djemë që tu, thash, kusha që ky bilesën gjofti, sa ata këshin pa bon me që qonë kryje se i najshin e që tu. Si dajshin ata. E këshin pa bon fitil. Ky jemi shkon që është të në kakër shpinë, se gjak e parë. Atër ka nëj, ty shku të poshtë, i thonë, o, hajde bra, se keni një dekun që tu. Që kem në natë, i lem, që ashtu i lem. Në promi është arë ky, me djallë të vllaut, edhe me një të shokëve, janë arë. Kjo hi pari, që i shokëve ka nëj që atje të dera, djali mi sa hi dyti, e kanë marë, kanë quë për një shpi që atje ma poshtë në Balkan. Për fundi që të ujtë. Qatë natë ka nëjë këtë gjithë natën me djallë që atje në Balkan. Neste të nëshë apet kër ka poshuë pak, ku për këj qef ta me shtin, tash pa i ku mi quë, tash me shtin, e kem që në Livardhë që atje manga. Livardhë. E kem shtinja tjetërin të një në ardhërap të vetë, vëlla me karrotë se kanë marë. Fitil. A vajmi kona poshtë një vadhe që ati kem nikë për shpje, ranë poshtë, e ranë dë shoka gjithë. Kanë vëlla e kem dhe unë nërë të shpje, mu se kem pa, që ova natë jem me këtë rëdhën për tjetë e që të vramë në një shëtë që të ishin kanë rrasë bordu, që të dhe, i që të në vramë që kanë nërë, në basë që të. Atër, e marrë i ku marrë në promet, e ku më që se atje poshtë, në natë e kem shtinë dhe. Që shikonin në salvan këtu. Ata e në gjerë, që se të poshtë e në vramë me ta. Kthimi pas luftës nuk ishte i lehtë, por gjetën forcën tek 6 nipat e mbesat që djali u kishte lënë. Që të jem këthyë Serbez tani me jetua, i ka marrë thminë, tha shajtë kjo pas ka pas, po mullet shkojmë ku i kem thminë, thminë e djalit, pa shakë tjetë, si mi ka bojnë. Tha shkojnë thminja, tha shajde gruja me thminë kuma, e mi shku të thminja, e kemi marrë ku i kem lona atje, dika ngryk, dika përdore, e mi dalë ka pak, se jam u bo trëq. Testes atje, në Kadrali, një pa që në zonin. Testes Kadralis, e mi dalë, ka dalë, i mi shku në qështë pejsë. Që atë i mi hjekim bujt një 2 net, atër për Jablanice. Me thminje me grue pasha tjetë. I kem ma 2 magari, i kem hypë thminë, ta i kem qute në rëzhaj. Në testet rëzhajs, e në ardë milic, e në kanë pru bukë, thmive,
4 fëmijë të vëgjel, që i mëtë për mëtë, djallit. E kanë pru bukë, e nimi shku te në rëzhaj, këtë tha përrim, tha qëto, tha shje valla qëto së përrim, o kanë dali groka i shive, e shokve bashkëmiqve. Për para neve, tha që ku është aje, jem ka du më shkua. Atër në për kërë, në për qësh mujtë, me dolim 900. Garderobën që dhe sot e vesh, kur është mirë më shëndet, ajna thot se e mbajti edhe gjatë luftës deri sa pati mundësi. Pasha shpirtin e besimit me vesh ka tonit e kom desh, dikun s'diku kom desh, e i kom hup atër i kom vesh teshat tana. Dimir ka kom pasë. Edhe reja shtatë zonë, edhe i leu qika atje. Edhe janë gjithë në emnin të fërtun, qiks, djallit. E unë e fitë me qashtu me ta, si ka ditë zoti. Mirë, imi kënda, mirë. Kur shkum atje na gjithën vendin e a bon hizmet e mirë ba. Për një gjë gëzohet edhe sot, lumturia që kishte së bashku me Bilalin, ndonë se thot se ishte edhe më punëtore se sa burri. Tana herë ta? Tana herë. Jam hangër të këtuar, ja mirë. Ja mirë, base kjo koni mirë i pa shaq, unë jam konë me keqe. E këm ka panduë bëllë. Jam ka desht, edhe e kom desht, mirë e këm quë. I kem bërë fëmi, e i kem rritë. Pasha këtë jetë ma shumë në se këm, me punë dorë si kom majtë. Djem 2, qika 5. E në luft tani me ta e bam, e bum. Erdhëm qëtu. Po dhe me burë kur s'ma ka prish qefin. Ku kom desht jem shkuar, pasha këtë ditë. Dreq me gojës më ka thonë, as kur për gjenies më ka nalë, as kur më ka thonë me shka që aty, a pëse shkove, a pëse fole. Kjo koni mirë i pasha, që në më konë me keqe, më ka pranduë, mirë bëllë. Mirë e kem quë. Pasha një zhatë, po. Me s'keshti djallë. Po në shpirë dvorëve, po. Që unë jem konë kështu maraklije, pa ka devështirë, kom desh një pas fene cikë në cikë. E thmin 5 qika aty të rakë. Me i vesh, me i math, në atë vakë që shakonë. Pasha shpirtin e besimit, ka shku në luft. Pa i ma këdaj me bose, pa ma të me punu. E kur shka thonë ty? Ja, që punëjke, e kom majtë, kom punëtore, se si kisha majtë. Me pundore dhe në fushë, 87 vjeçarja tregon se fitonte të ardhura për të rritur fëmijët. Ku punë dorës si kom bos di pak vjetë punën e dorës, ba me bum, sa më ka dha zoti kë vetë. Nash, pasha atje që kemi mi bon, e shpirtin ati djali. Sa e më bo sa grima se më ka dek edhe nëna, e më ka loth mi me i bo punët. Ve me t'i kalzu atë qiknis, t'i kanë. Ka dek nëna më ka loth mi, e unë me i bo punët, unë me gatuë, e me bo tana punët, me një vlajmë, një mëjke, unë ka pak. Ma të du se që me punu atëre. Gjo ma shpirti s'kem pasë, kur i mjarë të, atër ka dhe ty punu, ty djali këshaj në Amerikë. Na i boni që të më remete, na punë kështim tokën, ka pak që të. Qifti gëzon që të rinjeve u ka ardhur një jetë më e mirë, ndërsa në 16 vjeçari ka një porosi të veçantë.
Po tash po ju shkon puna, po ju do këtë mirë, shka me thonë. 5 qika I kom pas, pasha shpirtin ati djali si më ka shku në luft. As njënës, as tjetës nuk e kam si me thonë, kuku, pse ki këqyrë që aty, a pse t'ka këqyrë qaj, a pse ki nej me që ata. 5 qika për vlem nëzirës më kanë. Po këta trita shukar dita që shtu mu tani më shka me bo. Na të jemi tut, jemi kuqe, jemi... U kësha thunë bëni se po, ta shokodaj ba që të jetë me bo se po.